mbrëma, mirë se keni ardhur në Shqip, në Dritare Televizion. Tashmë ju e dini që sa herë keni një histori me cilën doni të krenoheni, menjëherë kërkoni të dalë në Shqip, që ta ndajmë së bashku me të gjithë qindra mira, ndjekësit tanë kudo. Kudo ka Shqipëri, aty e ti. Këtë më dërgoi një ndjekëse shumë e dashur Jona në email, e cila na ndjek gjithmonë, na kritikon, na tregon, na ndjek. Faleminderit. Na të gëj një histori e cila është botuar së fundi në Itali dhe thot, unë po lexoj shqip. Disa histori meritojnë të tregohen, pra është një shkrim në gazetë italiane. Më fal, një sekond. Historia e mrekullueshme e taulantët, mrekullia sportive që flet shqip. Disa histori meritojnë të tregohen, sepse mbartin shumë më tepër se thjesht një promovim. Ky është rasti i ekipit Taulantët, skuadra që ka rishkruar historinë e futbollit në Umbria, duke arritur ngjitjen e kategorinë e parë, një arritje jashtëzakonshme, por mbi të gjitha simbolike, që flet për sportin, për komunitetin, për dinjitetin dhe identitetin. Taulantët lindi në vitin 2012, në kampionatet amatore si një projekt për integrimin e të rinjve me origjinë shqiptare që jetonin në Umbria. Emri i saj lidhet me rënjët, një fisilasht i lirë, Taulantët, një simbol krenarie dhe përkatësie. Asnjë skuadër tjetër në Itali që luan në kampionatet e federatës, këtë nuk e njoh, FIGGC, po do e pyes më pas. Nuk mund të mburet me një ekip të përbërë tërësisht nga lojtarë shqiptar. Një artikull i gjatë për cilin unë u bëra menjëherë kurioze dhe më pëlqeu shumë mbyllja. Gazetarët që shkruajnë me pasion, shkruajnë gjithmonë mirë, më pëlqeu mbyllja, thotë: Taulantët ka treguar se integrimi kalon edhe nga fushat sportive, ku topi rrotullohet njësoj për gjithë, por kuptimi i tij ndryshon sipas atij që e ndjek. Kjo skuadër nuk është thjesht një simbol suksesi sportiv, por një flamur dinjiteti dhe shpëtimi për një komunitet të tërë. Kategoria e parë është realitet dhe historitë e Taulantët vazhdon. Do të vazhdojë të rrotullohet një top që mbart integrimin dhe krenarinë e një populli që përveç futbollit ka gjetur edhe një zë të ri. Një shkrim i bukur, për cilën më lajmëruan edhe më thanë menjëherë intervistoj këta njerëz që na bën krenar. Dhe unë po intervistoj disa prej tyre. Atëherë janë të gjithë bashkë me një celular. Të shikojmë si do ja dalim sot. Është presidenti Artan Zogu, që është afruar me Taulantën në 2022. Mirë se erdhët në Shqip. Përshëndetje, faleminderit. Ja si jemi vendosur. Atëherë, unë jam njeriu më i paduhur për të folur për sport, por jam njeriu më i duhur për të folur për patriotizëm. Kështu që flisni ju, do ju dëgjoj sot, vetëm do mburem. Kompensohemi neve për futboll dhe ju për patriotizëm. Kompensohemi. Atëherë, çunat e tjerë ngren dorën, është Alfred Memaj, kapiteni, veterani i ekipit 39 vjeç. Alfredi është? Po, përshëndetje, faleminderit. Mirë se erdhët. Për herë të parë, Fanelen e ka veshur në 2013. Memaj është nga lojtarët më të njohur në Umbria në nivele të seris D, një nga lojtarët më të rëndësishëm për këtë arritje. Pastaj kemi portierin Luciano Gega, 22 vjeç. Luciano, mirë se erdhe në Shqip. Ai pret penallti në minutën atëre Faltin e arritëm të fitojmë këtë ndeshje. Për cilën ndeshje bëhet fjalë që ka fituar sa i penalltisë tënde të famshme? Për finalen. Është Erion Lila në stafin organizativ që nga viti 2017 që ndihmon skuadrën duke përgatitur të gjitha panelat dhe dokumentacionin për zhvilluar një ndeshje futbolli zyrtare. Mirë se erdhe. Problemi është që nuk e di si do mbi zëri për të gjithë. Regjia, është okay zëri? Është okay, shumë mirë, në rregull. Atëherë, ju ku jeni tani? Jemi në zyrë. Në zyrë jeni të gjithë. Mirë. Mua thjesht ma ngri pak zërin që të më vi më mirë në studio. Më thanë që jeni shumë më tepër, është gjithë skuadra. Pra, kjo është historia juaj. Jeni të gjithë shqiptar. Një skuadër e bërë vetëm nga shqiptar. Po, e vërtet. Unë dhe Bardhi, unë jam presidenti i skuadrës, Bardhi nuk është këtu prezent. Jemi shqiptar, stafin e kemi italian, trajnerin, ndihmësi ti dhe preparatori i stërvitës djemve, gjithë ajo trupa e djemve janë djemë shqiptar, nga 17 gjetëk veterani Alfredit 38 vjeç. Janë djemë me talent, si që thatë ju më përparë. Alfredi është një nga futbolistët më të njohur në Umbria, e njohin të gjithë skuadrat, të gjithë lojtarët, e respektojnë
në atë mënyrë që ai vend respektohet. Pastaj është reportieri jonë gjiganti që ato stillat i dhe të paprekura. Ai në nderoj në ndeshjen e finales për priti penallti në minutën e 82. Dhe që ne jemi sot në kategorinë e parë të kampionatit FIGC, si që thatë ju, të Federatës Italiane të Futbollit. E pra, unë e lexova, po s'po dija ta thosha shqip, si quhet kampionati? Federata Italiane e Gioco Calcio. Gioco Calcio, po, federata. Pra, ju jeni në kategorinë e parë. Ky është lajmi që dhe ata një skuadër e tillë e krijuar në këtë mënyrë për ta ishte e çuditshme që kalon në kategorinë e parë. Cila është çudia e tyre për ju? Sepse po lexoja shkrimin që kishte shumë komplimenta dhe shumë kënaqësi. Po, atëre, është një gjë që si e tha ty që parë në Itali nuk ka skuadër tjetër që të jenë gjithë shqiptarë. Është ere parë në Federacione Italiana që bëhet kjo gjë kaq e bukur, edhe që arritëm në këtë kategorinë e parë, që edhe livelli është ambicios. Edhe ky është një fillim. Shpresoj që të vazhdojmë kështu më të ngritemi sa më lart. Ju jeni çuna të lindur, do të thënë, keni lindur në Itali, portieri për shembull, ka lindur në Itali apo në Shqipëri dhe ka ikur? Jo, unë jam i lindur në Shqipëri, në moshën 14 vjeç kam ardhur këtij. Ka ardhur 14 vjeç, pra, mendova se kishe lindur aty, se tashmë janë bërë vitet, 22 vitet e tua, për të gjithë ata që ikën. Si e gjetë veten ti, befas portier në këtë skuadër, apo këto disa vite ishe duke kërkuar çfarë mund të bëhe? Tani, unë kam luajtur me disa skuadra në Itali. Po këtu ka qenë vllaje dhe me anë të vllajt kam ardhur këtu. Unë dua di historinë e krijimit, si është krijuar kjo skuadër, se është shumë e bukur, edhe që nga emri që është zgjedhur, si u krijuan taulantët? Taulantët i ka nisur Fabar Oksa, që është drejtori jonë. Më fal, vetëm të lutem, regjia më shoqëro me gjitha fotot që ke. Ne nuk i njohim të gjithë, po ata që ju ndjekin i njohin të gjithë. Më krijo sa më shumë mundësi të gjitha fotot që ke mi trego. Po, kush e ka krijuar atëra? E ka krijuar Fatbardi me një çun tjetër i Lilian. Unë se kuptova Fatbardi pse nuk donte të ishte sot, se e pash mesazhet, por nuk e kuptova. Kishte një impenjim, kishte diçka, nuk e kuptova. Gjithsesi e përshëndesim. Fatbard, të lumt që e ke bërë këtë gjë, është një mrekulli. Fantastike. Unë nis një gjë kështu amatoriale, domethënë, që nuk është në Federacione Italiana. Është kampionat uist. Ishin një asa, domethënë, në fillim filloi si tip shoqëri. Po. Edhe pas shumë vite Bardi, domethënë, u takua me presidentin, me Tanin, edhe së bashku ta provojnë në Federacione në FIGC, domethënë, të krijojmë një skuadër edhe të shikojmë si do vemi përpara. Kështu vazhdojmë me thonë. Dhe si vajti para pastaj, ç'a ndodhi? Ndodhi që kjo skuadër u nis vitin e kaluar, para 2 vjetës. Edhe vitin e kaluar ishte viti i parë, ishte shumë domethënë erë e parë, pa eksperiencë, po prapë arritëm të gjaktët në kampionat. Ky është viti i dytë, edhe këtë vit ja dolim të fitojmë kampionatin, sepse me më shumë eksperiencë, me më shumë vullnet. E vërtet është se na u afruan me vërtet djem me talent, si Luciano, si shumë të tjerë që për t'i përmendur duhet kohë, por skuadra me këta djem ndjeshe, shiheshe, na shihnin edhe kundërshtar që jemi me të vërtet ata që do e fitojmë. Duke u dëgjuar, duke u përmendur dhe duke u folur shumë në për mediat italiane, në Umbria, djemë kanë qenë shumë të ata që na kanë ofruar, kemi pasur kërkesa nga Shqipëria, nga Zvicra. Këtë dua di, pse kanë rënë në sy mjaftueshëm për t'u kërkuar. Po thuaj se gjithë gazetat lokale, edhe La Nazione që është e nivelit nacional në Itali, flet për neve, për këtë diçka të bukur, këtë gjë që çunat po bëjnë, sepse është diçka e veçantë, diçka që mbledh një komunitet rreth sportit,
rreth këtij ambienti kaq bukur për shumë nga neve që e kemi pasion, se të gjë për nuk e patë pasion, është e kohë ta bësh. Pasion edhe krenari, sepse vërtet është shumë e veçantë, janë të gjithë shqiptar. Është një, besoj, si janë tifozët tuaj? Tifozët janë shumë të zjarë, janë të shumë në numër, vinë na mbështesin çdo të vjen. Edhe na bëjnë krenar, edhe na japin atë fuqinë që të ecim gjithë më përpara, sepse kur vinë fëmijë, vinë gra, vinë familjar. Po pra, mua një grua më bëri email, një grua më shkroi për ju. Është sa bukur. Vinë familjar, komplet që ju ndjekin. Ku vinë? Ku stërviteni ju? Ku jeni? Në stadium. Ku, në cilin stadium? Në stadiumin e Ponte Valiçepit, këtu në Perugia, në Umbria. Ku kemi fushën tonë. A është stadium, si me thënë, i rëndësishëm i qytetit? Është stadium i madh, që të kuptoj? Po, është goxha stadium i madh dhe i rëndësishëm. Dhe ju lejohet aty që të stërviteni çdo të diel? Çdo të diel jeni aty? Po, sepse këtë e bën mundu presidenti. Ne jo vetëm stërvitemi 2 herë në javë dhe luajmë të dielën në orën 3. Është ndeshja kur luajmë brenda, luajmë në Ponte Valiçepi, kur jemi jashtë, sipas transfertave kudo në Umbria, gjatë gjithë Umbrias. Luani gjithkohës, domethënë jeni një skuadër ja të gjitha fotot që tregojnë sa aktiv jeni, sa të përfshirë jeni edhe sa zë të mirë që keni tashmë. Nuk e kuptova, në 2022 jeni futur zyrtarisht pra, por ka kohë që është krijuar. Taulantët kishte kohë më përpara që ishte krijuar. Po, Taulantët, siç e tha dhe më përpara Alfredi, që në 2012 nisi mes shokëve, mes Fatbardit, mes Ilirianit, e shumë emra tjerë që luanin bashkë, kishin bërë këtë skuadrën, bën turne në futboll A5 edhe 7. Kanë fituar disa torne, kjo skuadër e Taulantëve ka fituar edhe 3 botëror që bët këtu në Umbria në përmjet shteteve të gjithë emigrantëve, janë rreth 14 skuadër nëse nuk gaboj. Ne jemi 3 herë fitues të këtij botërori. Edhe skuadra vetë vjen si një mini kombëtare e Shqipërisë. Tamam, kjo është kombëtarja jo në Perugia. E vërtet. Vjen edhe ka fituar 3 herë këto mondialet, këto kampionatet botëror, e cila bëhet në Umbria. Në 2022, përsëris të njëjtat atë fjalë që tha Fredi, me Fatbardin edhe me Ilirianin, menduam të futemi në diletantistiko, kur i thonë këta siç është kategoria, të luajmë edhe shohim njerë si do ja dalim. Është e vështirë, sepse pas kësaj që vjen bëjnë, punojnë gjithë ditën, stërviten në darkë, është diçka shumë impenjative për stafin, për Erionin, për shokët e Erionit. Sepse, më falë, kjo është diçka që e bëni se doni, po për te kësaj gjithë kam punërat e tyre, besoj. Punojnë diku, duhet. Normalisht, është një organizim që kërkon kohë, është ajo që mungon kur je jashtë, si që jemi ne emigrant, familja, puna, por pasioni për futbolin, asnjë nga këta djemë që nuk mungojnë asnjëherë në stërvitjet e tyre, asnjë nga ata që ndihmojnë skuadrën, nuk ka munguar prezenca e tyre. Sa që e bukur. Realisht, unë duke mos qenë ndjekse e futbollit, do të thënë nuk e dija këtë gjë, por sa gjë e bukur që kudo jemi ne, siç është edhe motoja e këtij programi, kudo je ti ka Shqipëri. Po tani kudo ka çuna që luajnë futboll, ka dhe një kombëtare dhe ju ja keni dalë. Nuk besoj se ka një rast tjetër në Itali apo gjetë. Jeni të vetmit. Apo jo? E vërtet, si që thonë ju, jemi të vetmit në Itali. Në Itali janë mbi 40 skuadra me emra skuadra shqiptar, mbi 40 nga që kam unë njoftime. Të gjitha kanë
brenda lojtar shqiptar ose president shqiptar, por nuk janë të bëra si puna jonë, nuk janë të bëra vetëm me djem shqiptar, kanë futur brenda italian, kanë futur brenda djem nga të gjitha shtetet. Kjo mund të luajë një rol pozitiv ose negativ, domethënë dalim përveç asaj që duam të integrohemi me djem, dalim edhe pak edhe neve në thojse racist. Nuk është e vërtet, ne jemi... Ky është nga rastet që e vendosni ju. Po ti je shqiptar, klasifikohesh, por ndryshe mund të na ndihmosh. Po nuk luan dot. Më pëlqen. Po ndërkohë, Erion, mund të më thuash çfarë bën ti se kuptova fanelat, si organizimi, me se merresh? Me përgatitjen përpara ndeshjes, me gjithë dokumentacionin, me dokumentat e lojtarëve, me fanelat, me i ri mbrapa çunave për çfarë gjëra kanë nevojë. Pra gjithçka është kaq serioze sa ka një njeri të veçantë që merret me... Po, dedikohem vetëm për këtë gjë, nuk bëj as luaj, jam i dedikuar vetëm te stafi për të ndajtur mbrapa çunave. Ndërkohë për portierin do doja diçka më shumë, me portierin që është Luciano. Nga ishe Luciano, nga jeme në Shqipëri? Unë jam i lindur në Fier. Në Fier, je fierak. Po, fierak. E ndjek, në Fier ishe i përzirë me futbollin, të pëlqente, ke koqët, apo Italie gjete vetëm? Kam qenë me skuadrën e Apollonisë. Tani taulantët ja kaloi Apollonisë, si thua? Tani aty, si është ajo shpreha, shtëpia e vjetër nuk harrohet asnjëherë. Po, ama... Ajo nuk është vetëm shtëpia e vjetër, ajo është edhe shtëpia në fakt, Apollonia dhe Fieri, kështu që nuk e vëmë në dyshim. Po, megjithatë, krijimi i ri kutije është një gjë e jashtëzakonshme. Edhe me sa duket janë gjithë të kënaqur me ty. Mund ta konfirmoj talentin e Lucianës. Shpresojmë që asnjë nuk na merr në telefon na e marri, se është aq i mirë edhe djalë shumë modest, djalë edhe ju e shihni, domethënë me pak fjalë po me shumë punë. Neve na ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë këtë vit që ju afrua skuadrës, edhe ta themi të tirën e të vërtetës, falati jemi këtu ku jemi sot. Mos e mburni shumë, se syri. Ju jeni aty ku jeni sot, fal të gjitha kushteve që janë bërë tashmë, sepse dhe këtë mund ma poj, besoj zoti Mema, i cili ka veshur për par fanellën në 2013, fanellën e taulantëve, apo jo? Jo, atëre. Unë kam paka shumë 30 vjetë që los futbol në Itali. Kam punë që i bolli, se kam marrë që 8 vjetë në Itali. 8 vjetë? Jam rritur tu me... Që 8 vjetë, po. Jam rritur tu me futbolin, kam kaluar me të vejdit, pastaj kam më shumë se 20 vjetë që los në skuadrat e para. Edhe si ta dy gjëparë, kam arritur edhe në nivel më të larta. Kurse me taulantët kam filluar të ndihmoj në vitin 2013, veja kështu me që njifja, Bardin, këta qunat, në flistin në njerë veja ndihmoja për në ndeshje, sepse unë gjallë lozja me një skuadrë në federacione. Edhe në njerë, brenda javës ndihmoja taulantët. E kështu kam vajnë për para çdo viti kam ndihmuar. Tani ke ngecur, aty tani, vetëm aty? Në vitin 2022, me Bardi, me presidenti, me quna që njifja, hajde me ne, na jep një dorë, andej te, pastaj vajta se është, një gjë unike, është gjë, s'ka gjë më të bukur të lodhësh me njerëzit e tu, për atë dhëun të ndjo. Edhe sidomos po të arish në një pikë që të fitosh kampionatin, është gjë me e bukur që mu të ndodhi si pas me. Jashtëzakonshme. Dhe prandaj bravo i qoftë Bardhit që pati një ide geniale, dhe ndonjëherë ideja është fantastike dhe her pas here të gjithë kemi ide të bukura. Problemi është kur të vjen ai mecenati i cili e konkretizon idenë tënde, e zyrtarizon, e formalizon, siç në rastin tuaj ka ndodhur me presidentin Artanin, që ju ka dhënë një dorë për të qenë tani në një nivel tjetër. Kështu që
janë krijuar gjitha kushtet, por pa e nisur bardhi nuk do vinte 2 mese dyshi që ta merrte Artani. Kështu që të mos e ham hakën krijuesve dhe njerëzve që kanë idera fantastike si kjo. U nis për kështu, për domethënë si loj, po vajti u bën një gjë shumë serioze. Kështu nisin gjërat si loj, po pastaj bëhen aq serioze se na marrin mendjen, dhe në këtë rast ju a keni marrë mendjen tifozëve tuaj, besoj. Ata ju ndjekin kudo. Meritën e kanë djem që losin brenda, ata që japin shpirtin aty në fushën e lojës. Ndeshja fundit ishte 120 minuta, se vajti me shtesë, ishte 35 gradë temperatura, stadiumi aty është me fushë sintetike, është plastik. Imagjinoni kush e njeh futbollin, çfarë vështirësie kanë këta djem. Por edhe kur kam parë Alfredin, kur kam parë gjithë shokët e skuadrës, Marion, kapitenin ton, të gjithë pa i përmendur, që ata dhe në minutën e 119 ecnin me vrap, çdo top, çdo kundërshtar i rrinin afër që mos na krijonin më rrezik, të na shënonin, ishte më vërtet diçka e pa imagjinuar. Më vërtet këta janë brenda në fushë luane. Se ti, më keni dërguar video apo vetëm foto? Se do doja që ju këto që tregoni të më shoqëroheshin nga të gjitha videot. A ka video të këtyre lojrave? Patjetër që kemi. Ta shohim një moment. Ma lër me zë. Ku jemi këtu për shembull? Filmi të instalimi. Në fund të Valiqeti. Lëre me zë, ngri pak zërin se po flitet shqip. Po janë koret që në shoqërojnë në ndeshje. Koret e ndeshjes? Po. Ishte fundi i ndeshjes. Jeni në stadiumin e Perugjës? Po. Me kë po luani? Ishte ndeshja finale, kjo që fituam kampionatin edhe kaluam promocion në kategorinë e parë. Atëre, me kë kishit ju përballë? Ndërkohë më lejo dhe pak zë, mos ma ish zërin e videos. Okej. Mos kanë shara aty dhe prandaj ma hoqë. Jo. Së shmet shara? Jo. Nuk lejojnë. Lejojnë se janë shumë familjarë që vinë. Ja, edhe tifozët I kemi si djemë tanë të mirë. Vetëm ju nxisen. Pra, dhe kjo ishte ndeshja finale, ku fitua. Këtu ishte edhe penaltia. Penaltia e përcaktoi? E përcaktoi, ishte vendimtare penaltia që priti Luço, por ishte skuadra, ishte shumë e fortë, ishte një nga pretendentet kur në fundin e fazës parë ata ishin 10 pikë më shumë se ne. Djemt u mobilizuar në ardhja Luço, siç e thamë më përpara, dhe 2-3 djemve të tjerë me talent, Klevis, Kevin, Beshiri e tjerë, arritëm që ti kalojmë një pikë përpara. Dhe në fazën e play-offëve, që ishte kjo ndeshja finale, që përcaktoi kush do ngjitej në kategori. Skuadra kundërshtare ishte Virtus Foligno, një skuadër, këto skuadrat kanë vite që janë themeluar, një skuadër që pretendonte që gjithë kohës kampionatin, edhe ata djemë më të vërtet me talent, djemë që kanë luajtur futboll edhe profesionist, bashkë me Alfredin kanë qenë në skuadra të niveleve të larta. Diçka desha të thoja, mendoj, e shoh unë si ata, nëse shohim gjithë, të gjitha skuadrat me ne luajnë sikur të bëjnë derbi, sepse ne jemi të veçantë. Ata janë të gjithë djemë italian që kanë brenda djemë me talent edhe shqiptar edhe të huaj. Ata kundër nesh e vërtet ishin skuadra që duhet humbit si top në Itali, skuadra da battere, të gjithë deshtin në arritmi. Sepse për këtë që ishte krijuar ajo, ishin gjithë shqiptarë, ishte kjo gjë që është e bukur, me thonë, të gjithë I kishin kundër të gjithë. Po kjo t'jente më shumë forcë për të ecur para edhe ta arrin te objektivi që ishte fitore kampionatin. Sa e bukur, sa e bukur. Tani,
Ata që vinë në shikojnë, janë vetëm të zonës të Umbrës, apo vinë kudo? Tash më ka vajtur kudo fama juaj dhe vinë, bëjnë tifozëri. Po, vinë në ndjekin nga Roma, vinë në ndjekin nga Ravenna, nga Market, nga Ancona. Më lejoni të them një gjë të bukur. Takohem nëpërmjet miqve në një darkë për kampionatin, nëpërmjet presidentëve dhe drejtuesve sportiv. Erdhi një president i një skuadre edhe më përshëndeti, më bëri urimet. Edhe më tha të bëjmë një fotografi, thash patjetër. Do t'ja çoj një mikut tim, tha, në Rom, ka në pjacën Spanja një restorant që shkoj shpesh, edhe kur vajta, tha, një javë përpara më tha, 5 skuadrën tonë Taulandëve fituan, janë më të fortë se ju. Tha, tani do t'i çoj fotografin që u takova me ju edhe do ndjem krenar. I thash, juaj djemve i falenderoj, e me të vërtet kemi shumë mesazhe si në Facebook, si në gjitha rrjetet sociale, nga Australia, nga gjithë vendet që na bëjnë urimet. Jo, është një mrekulli në fakt që ata duhen ftuar kudo që janë t'ju ndjekin. Si mund t'ju gjejnë në rrjetet sociale, ku t'ju kërkojnë, si t'ju gjejnë që pastaj të dinë si i keni kalendarin e ndeshjeve? Edhe kjo ka bukurinë e saj, jemi në emigrim, po thuaj se të gjithë, do më thënë, edhe se cili nga ne ka organizuar ndryshe jetën. Faleminderit të gjithë ata që na ndjekin, i presim vitin tjetër më shumë, sepse ne jemi ngritur në kategori. Por edhe për kraj, edhe se të mendojnë, edhe se flasin për neve, është gjëja më e bukur. Ja, ju bashkë me neve, po ndajmë gëzimin e skuadrës tonë, edhe se për futbolin, si që theme përpara, nuk je e fushës. Fare, por kënaqem si kur t'jem. Ndjen një kënaqësi për këtë skuadër, për këtë diçka që djemt kanë bërë. Si është një fanel e Taulandëve? Më thënë, unë për shembull me shumë dëshirë, po ta kisha, do e vishja në një prej emisioneve për të bërë tifo për ju. Plus që jeni ja ku jeni në Perugia, do vija dhe të xhiroja me shumë kënaqësi, jeni shumë afër. Patjetër, je ftuara jonë, ftuara gjithë skuadrës, pa dyshim po deshet bëjmë edhe një emision bashkë me djem në fush, bluzën do t'ja sjellin çunat, do t'ja sjellin neve me shumë kënaqësi. Të falenderoj për çdo gjë që ke folur për skuadrën tonë dhe për mbështetjen që i jep. Shumë kënaqësi gjithmonë. Ndërkaq, dua të di për kombëtaren shqiptare. Ju si mbani marrëdhënie, keni kontakt, si u duket kjo kombëtarja jon, apo keni kombëtaren tuaj dhe nuk ngatrojeni? Na flisni pak çuna, pa doreza. Ne krenar na ka bërë gjithmonë, ne ndjekim gjithmonë kombëtaren ton. Është momenti më i bukur për futbollin shqiptar, mendoj unë, me arritjet e Iglitares, tjetë direktori sportiv i Milanit, që i bëj urimet e mia më të bukura. Po Iglin e keni ftuar ndonjëherë t'u shikoj? Më fal? A e keni ftuar Iglin t'u shikoj ndonjëherë? Është shumë i impenjuar punë të atit. Me vërtet të gjithë kemi, por me gjithë që do t'ja bëjmë ftesën. Patjetër. Melikçana na ka sjell disa herë mesazhet e tij të urimit, Merkaj, që edhe Fredi ka luajtur bashkë me të. Është momenti i jon, mendoj që edhe kombëtarja jon po bën rezultate shumë të mira, jemi një skuadër më vërtet. Ajo që jemi pak në krahasim me skuadrat e tjera me histori si Italia, Gjermania, Franca e me radhë. Për ne jemi kombëtarja jonë, jemi në Umbria. Taulandët për ne e shohim si kombëtare. Pas një dëshim. Ndërkaq, nuk duket pak e çuditshme, për shembull, ne themi është e vështirë kur emigron ti do bësh punët për të cilat ka nevojë vendi ku ke vajtur. Do thënë, në një farë mënyrë kjo është filozofia që kanë krijuar njerëzit. Në emigracion ti shkon të shërbesh, pastaj rrugës kur ja del, po gjithsesi bën një gjë për te asaj që ke pasion. Ndërsa ju të gjithë
jeni pikërisht duke bërë atë që keni pasion, futbollin. Çuna të paktën që luajnë, apo jo? Dhe kjo është shumë e bukur, se është një vend që nuk është juaj. Nuk jetë Apolonia, jetë Taulantët në Perugia. E vërtet, e vërtet. Jam për të admiruar çunat. Ata e thanë si Luciana dhe Alfredi, që të vegjët kanë luajtur futboll, janë stërvitur, kanë një disiplinë loje, një teknik, një taktik të luajturit. Luciano me talentin e tij është me të vërtet për të thirrur kombëtar, edhe Alfredi mbas, sepse jo, paktën të dëgjohet edhe emri i skuadrës tonë që ka një përfaqësues në kombëtaren shqiptare. Pas një dyshim. Mbas të emisioni do ju ftojmë pafund, keni për ta parë. Po ju do ju marrin kohë nga koha që ju duhet për të stërvitur. Apo tani në verë nuk ka stërvitje, se kam iden. Çfarë ndodh në verë? Jemi ndaluar gjerë në gusht, në 20 gusht. Filloni prap, tani është koha e pushimit. Po ju vetë, nëse merreni, përveç se mbështesni këtë, zoti Zogu? Unë kam një firmë ndërtimi, këtu ku jetojmë në Bastia Umbra. Me këtë rast, më lejoni të falenderoj, nëse mundem, ata që kanë bërë të mundur edhe skuadrën me ndihmën e tyre. Të gjithë mund t'i falenderoni, pas një problem. Sponsorit tonë, nëse mundem. Patjetër, shqiptare apo italiane? Janë 2 firma italiane, njëra është produktor i bojrave tu në Itali, ka hapur edhe një dyqan në Tiranë. Si ka emra? Colori Decora. Colori Decora. Decora, Assisi Strade është një tjetër firmë e cila merret me asfaltimin e rrugëve. Janë ata që na kanë mbështetur, është viti i dytë që janë edhe sponsorit tonë oficial. Bravo, pra italianët që janë sponsor të skuadrës shqiptare. Për të luajtur, do luajnë vetëm shqiptar, por parat mund të vinë nga të gjithë, edhe nga italianët dhe nga shqiptarë. Ma pse jo, edhe ata janë prezent në darkat që neve bëjmë, në shpesher vinë edhe në ndjekin, sugjerojnë, atë që mund bëj një sponsor, është Batital që është firma e Fatbardit, Fatbard Hoxhës, edhe Fatbardi ka një firmë ndërtimi, merret me konsolidimin e shtëpive, konsolidimin e urave, bën punë të një niveli shumë të lartë me resine, me rinforci strukturale. Të strukturave të vjetra. Rregullon shtëpitë e vjetra, pra, po. E vërtet. Shumë interesante. Pra ju jeni ndërtues, por pasioni juaj e krijoi, e formsoi, e forcoi, edhe tani dha dhe rezultatet. Duke ju futur, në fundit ky ishte një prej rezultateve që mbase në fillim nisi si lojë, po tani është rezultati që s'të lë më të kthehesh pas, vetëm para. Është mbase shpresojmë edhe besoj që do fitojmë me shumë tjera, però mbase do të jetë më i bukur i jetës time sepse është i pari si president, i pari me këtë skuadër unike, siç e themi, edhe është ajo që më vërtet në mendjen time do qëndroj shumë kohë, për shumë gjatë. Nuk imagjinoj që atë kënaqësi që kemi pasur atë ditë me djem ta eurojt që ta riprovoj, po më të vërtet ishte edhe ajo ditë ishte veçantë, 8 qershor, nuk harrohet. Paçi sa më shumë si ai 8 qershor, u shtofshin sfidat edhe fitoret, edhe uroj të na bëni krenar. Keni bërë një gjë unike dhe fantastike. Faleminderit me gjithë zemër. Ne ju falenderojmë edhe ju mirëpresim sa më parë nga shtatori të vini të kalojmë një fundjavë me Taulantët, t'i shohim edhe të njihni, nuk e di nëse keni qenë në Umbria, të shohim disa nga vendet më vërtet bukura të Umbrias, Assisi, Perugia, Bevania, Foligno, që është më vërtet
një ndër krajinat më të bukura të Italisë. Me shumë kënaqësi, miru ta kofshim. Miru pafshim. Faleminderit. Faleminderit. Ishte një emision i veçantë për mua, sepse hyn tek temat që i ri larg, madje po ta keni vënë edhe në dritare, ne kemi pak lajme për sportin. Jo se nuk ndjehemi krenar kur fiton kombëtarja apo kur ka ndeshje, po nuk i kuptojmë shumë, nuk i kuptojmë çfarë ndodh, por ajo që kuptojmë mirë edhe fort është kuqezi, është ndjeshmëria për flamurin edhe për kombëtaren shqiptare, që me sa duket ka tashmë edhe një bit vetën taulantët në Umbria. Një lajm fantastik, një ide e bukur, një mrekulli e futbollit, e patriotizmit edhe shqiptarisë. Ushtofshin ata që na bëjnë krenare dhe na surprizojnë, kështu siç u surprizova unë nga taulantët, mbas një emaili që më erdhi, Rudina, të lutem, shikoj këtë artikull dhe ata e meritojnë patjetër një emision. Patjetër, jo vetëm një emision. Ata meritojnë gjithë vëmendjen tonë, gjithë dashurinë, gjithë mbështetjen, edhe financiare, dhe meriton sidomos që të vemi dhe të ndjekim kur luajnë. Regjistrohu tek Dritare Televizion dhe Rudina Xhunga dhe na informo çfarë ndodh në botën shqiptare që ne nuk e dim. Të jeni të sigurt që menjëherë do ta ndajmë me të gjithë. Këtu vjen lajmi për së pari edhe vjen siç duhet. Faleminderit.